Të nderuar të pranishëm, në emër të klubit futbollistik Studençani, përshëndes të gjithë juve që na keni bërë krenar dhe na keni nderu me pjesëmarrje në këtë tubim festiv laureatët 2025 organizuar nga Kryesia e Klubit Futbollit Studençani 77. Në veçanti, përshëndesim përfaqësuesin e lidhjes rajonale të futbollit në Prizren, zotin Labinot Ibrahimi, si dhe përfaqësuesin e klubit futbollit Ballkani nga Suareka. Të nderuar të pranishëm, sot në mesin ton mungojnë shumë ish aktivistë veteran të futbollit, të cilët kanë vdekë dhe në shenjë respekti dhe nderimi ju ftojmë t'i nderojmë me 1 minutë heshtje. Lavdi. Të nderuar të pranishëm, pas 15 viteve u bëm bashkë për të rifilluar një kapitull të ri, do të qëndrojmë së bashku për të përparuar në lëmin e sportit, veçanërisht futbollit, do të punojmë së bashku që të arrijmë suksese në të ardhmen. Në ndërkohë arriti edhe Baci Gafur, e përshëndesim përzemërsisht për nderin që na ka bë. Të nderuar mysafir, ftoj Rahman Gegën, kryetarin e klubit futbollit Studençani 77, që të përshëndes këtë tubim me një fjalim rasti. Të dashur futbollist, të dashur veteran të futbollit, mysafir, përshëndes edhe klubin e futbollit Ballkani nga Suareka, përshëndes pjesëmarrjen e Baz Gafur, pra të është edhe nënkryetari parë i Federatës Futbollit të Kosovës. Të folësh për Studençanin është një nder, është edhe krenari. Studençani për ne nuk ka vetëm një klub, është një familje e madhe që shkruan histori, që ka krenarin, që ka ëndër gjithmonë sportin. Klubi futbollit Studençani është themeluar në vitin 1977. Po nuk do të thotë që klubi futbollit është themeluar në vitin 1977 e më herët nuk është lu futbolli. Futbolli është lu edhe para vitit 1977. Është lu në formë të turnierëve. Pastaj një grup sportdashës të Studençanit, kryesisht punëtor të shkollës fillore në atë kohë 90 nëndori në Studençan, janë organizu dhe kanë themelu klubin e futbollit me emrin 19 nëndori dhe Mehdi Përzhaku është kryetari i parë i klubit futbollit 19 nëndori, sekretari i parë është Muedin Binaku dhe nënkryetari i klubit ka qenë ndjeri Adem Buqa. Ndërsa kryesia është përbë kryesisht nga punëtorët e kolektivit shkollës fillore 90 nëndori Studençan, ku pjesa dërmuese e tyre kanë qenë edhe futbollistë. Studençani garat i ka filluar në ligën regionale të Prizrenit. I ka filluar me mjaft sukses. Në vitin 1982 Studençani është inkuadruar në ligën e dytë të Kosovës. Në atë kohë ka liga, po, edhe ajo ndeshje ka qenë kualifikuese, është mbajtur në stadionin e qytetit Suarek me kundër Beslidhës së Prishtinës, ku rezultati
përfundimtar ka qenë i barabart, me ekzekutimin e penaltive kemi triumfuar dhe jemi inkuadruar në ligë. Këtë bim do ta përshëndet Labinot Ibrahimi, koordinator i Lidhjes Rajonale të Futbollit Prizren. Përshëndetje për gjithë pjesëmarrësit e këtij tubimi të organizuar nga KF Studençani dhe kryetari Roman Gega. Me shumicën këtu punimi, për ata që më njohin, jam Labinot Ibrahimi, koordinatori i Lidhjes Rajonale të Futbollit në Prizren dhe antar i Kuvendit të Përgjithshëm të FFK-s. Këtë tubim përshëndes edhe në emër të kryetarit Federatës së Futbollit Hakim Ademi, i cili ka qenë i ftuar prej organizatorit, po për shkak të një udhëtimi jashtë shtetit nuk ka mujtë me ardhur. Njëkohësisht këtë tubim përshëndes edhe në emër të kryetarit LRF-s, të njëjtë edhe antari i Komitetit Ekzekutiv të FFK-s, zoti Mishat Sallahu. Ju uroj punë të mbarë edhe suksese për ligën e dytë. Florim Elshani, përfaqësuesi i KF Ballkanit, do ta përshëndet këtë tubim. Me mama gjithve, mirë se ju gjeta, në emër të presidentit klubit Arsim Kabashi ju uroj dhe ju përgëzoj për rifunksionalizimin e klubit futbollit KF Studençani, duke ju uru dhe ju dëshiru sukseset e më të tjeshme. Është një ndjenjë veçantë se tash i kemi ndru rolet, dikura lujke Ballkanin në Studençan, bajshin tifo Studençani për Ballkanin, kurse para pak kohë lujke Studençanin Suarek në fushën e Ballkanit, e unë jam kon tifozi bajshin tifo për Studençanin. Suksese e gjithat mirat. Gafur Kabashi, Baci Gafur, në kryetari i parë i Federatës Futbollit Kosovës, do ta përshëndet këtë tubim. Mirëmbrëma, qoftë, paqit shëndet të mirë në fillim, edhe urime vazhdimin e garave në garat e tanishme, si gjithmonë të flasësh për klubin e futbollit Studençani, duhet me u kthy mbrapa, po unë një pjesar dhe asaj kategorie të vjetër, edhe kësaj tres, nuk po hi me analizu e tjera. Suksesin që e kanë tregu banorët e Studençanit, edhe që kanë përcjell garët, që kanë qenë në çdo garë të organizuar, gjithashtu ka qenë pjesëtar në themelimin e Federatës së Futbollit të Kosovës, kur është desht forca, është desht çdo gjë për me ekzistu, për me qëndru, për me luftu. Unë po tham për me luftu, se po flas për vitin 1990, prandaj ajo kohë ka qenë një luftë e madhe e kuadrove të futbollit në Kosovë, sidomos në Suarek, në Studençan, në Dobërdelan, në Samadras, në Kret, ku kanë qenë prezent klubet. Pas reorganizimit të themelimit të klubit të futbollit Studençani, kom vërejt se ka një sukses në garat e futbollit, sidomos pas luftës kur janë organizu klubet edhe kanë qenë të detyru me organizu klubet ashtu që duhet. Studençani ka qenë gjithmonë i organizuar. Prej atij kohë, kur banorët e Studençanit kanë ndarë në fushën e futbollit Studençanit, me shtytni, me kazme, me shtytme, me çdo gjë tjetër, vetëm me përkrah klubin e vet. Ato i kanë përjetuar, edhe fizikisht, edhe çdo gjë. Dhe e kanë vazhdu ato me kategorinë e juj, sidomos si Ragipi, Dalipi, Baba i Rahmanit, e tjerë.
e kanë shtyrë përpara, nuk janë të resëm pra. Me rithemelimin e klubit, juaj, ju e keni vazhdu atë suksesin e juaj edhe dëshirën për me qenë të barabartë në çdo kënd që ka ekzistuar. Mu, si nënkryetar i parë i klubit i futbollit në Suarek, ka rasti njëherë në Prishtinë kur jam deklaru që Studençani është një prej klubeve të suksesshme, që Suareka është një prej klubeve të suksesshme, edhe që këtu ka fillu lufta aktive për themelimin e Federatës të futbollit të Kosovës. Prej vitit 1990 e tek ne. Ata janë çu disa me kritiku gafur, jo s'është ashtu, jo është ashtu. Tash më falni, ju që po bisedoni, jeni prej Prishtinës, prej Kajit, prej Qyshkojit. Tash unë po flas për kohën e tanishme, për kohën që do të vjen, edhe që kanë marrë patjetër luftën e ras, nuk po hym tani. Suksesi i Studençanit nuk mund të shlyhet, nuk mund të shuhet. Prandaj keni suksesin e juaj s'mund me asnjë. Ju e keni pas sa lojtarë të Studençanit që kanë qenë në klubin e futbollit Ballkan Suarekës, me kohë kanë qenë edhe ta Samandrazhës 1, 2 kanë lujt edhe kanë vepru. Edhe veprimin e tyne po shihet asnjë. Unë ju dëshiroj sukses, kam dëshirë që ta shoh Studençanin në ato vitet e vjetra edhe në vitet e ardhshme me kultivimin e lojtarëve edhe çdo gjë tjetër. Unë ju dëshiroj sukses, jam i admiruar në klubin e futbollit edhe çdo gjë. Faleminderit, çdo të mirë, mirupafshim. Të nderuar të pranishëm, historikisht shumë aktivist kanë dhënë kontribut në lëmin e futbollit në fshatin tonë. Andaj këtë vit, kryesia e klubit ka vendos t'i shpërblej me mirënjohje. Plus antarë të kryesisë, disa të vinë këtu dhe të bëjmë shpërndarjen e mirënjohje. Me mirënjohje do të shpërblehet me Edi Përzhaku, kryetari i parë i klubit futbollistik Studençani. E tha dhe kryetari më herët, të gjithë ish arsimtarë tanë që kanë punu në shkollë, kanë dhënë kontribut në formimin e klubit. Andaj, drejtorisë së shkollës, tash kongresi i manastirit, shpërblehet me mirënjohje, nderohet me mirënjohje. Mësuesi Reshat Përzhaku. Agim Zyrapi. Nuk është prezent, ja dërgojmë kur kthehet nga Italia. Behlul Makica. Vazhdoj me Gjevgjet Krasniqin. Nëse dikush për familje sa ekziston këtu, mund ta merr. Hajde Ylber.
Halit Zyrapi. Muharrem Zyrapi. Në mesin tonë kemi portierin Qemal Kryeziu. Hamzi Qazim Gashi. Shemshedin Zyrapi. Gega. Shaqir Kabash. Një mirënjohje shkon për tifozërinë Pllumbat. Ftoj edhe një herë kryetarin e parë të Federatës Futbollit të Kosovës, Gafur Kabashin, të merr mirënjohje. Unë me sinceritet të madh edhe me një realitet ju falenderoj të gjithë dhe në përgjithësi edhe aty në që s'janë, edhe aty në që ka qenë, me qenë se kom qenë një pjesëmarrës edhe në kur ka ekzistu klubi në vitet 60, 61 e tjera me shumë shok tjerë që disa s'pi asi, vetëm faleminderit shumë këtë mirënjohje. Dhe t'jem pranë jush, qysh kom qenë pranë jush gjithmonë edhe tanë. Faleminderit shumë. Shumë nga sportistët tanë të asaj kohe në vitin 1998 ju bashkun edhe luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Andaj, organizatën e veteranëve të luftës së UÇK-s në Ndega Studençan nderohet me një mirënjohje. Në vazhdim të nderuar pjesëmarrës, këtë vit kemi reaktivizuar klubin dhe kontribut të madh kanë dhënë shumë nga ata aktivistë. Kësaj radhe për punëtor sportiv do të shpërblehet qendrim për zhak, dhe Avni Kabash. Ibrahim Hasani, trajneri. Nuk është prezent. Një kontribut të madh kanë dhënë edhe mjekët sportiv, doktor Besmir Gega dhe Bedri Binak. Të nderuar të pranishëm, golshënuesi më i mirë gjatë këtij sinori Dibran Jashari.
Në mesin e lojtarëve kemi edhe lojtarë të rinj që kanë bashkangjitur klubit tonë. Përshëndetje, veç pakri para kamerës, veç pakri. Lojtari perspektiv Lindon Gashi. Të respektuar të pranishëm, lojtari më i mirë këtij sinori i KF Studençani, Fatlind Berisha. Fatlind, të urojmë suksesën të ardhmen. Përshëndetje gjithë aty shkaj. Besoj që sukseset tua nuk kanë me mungu. Urime. Hajde që do të mirë ju të përshëndesin gjithë. Në emër të dekoruarve me mirënjohje, do ta përshëndet tubimin me Edi Përzhak. Të dashur pjesëmarrës, kam nderin përshëndes sportistët më të dalluar të Studençanit dhe të komunës së Arekës. Të potencoj atë që e dini ju, prandaj përdora fjalën potencë, që arsimi dhe sporti e mbajti Republikën e Kosovës e lindën dhe e rritën deri këtu. U kriju në atë kohë kur s'ka guxu dikush me bë kërë, se burgose, kini ndëgju ju të rritini. U kriju Federata Futbollit të Republikës Kosovës. Një libër e kom botu një 420 faqe, është edhe kjo. Agim Byty që i më së harrojnë. Ishte kryetari par i Federatës Futbollit Kosovës, të Republikës Kosovës. Edhe drita kur e ka festu 40 vjetor, ai pjesëmarrës. E ma dherë Gjep Abdullah, më shtatit të burgë tjerë, edhe kështu i fanizroj për këtë kontribut. Unë ju dëshoj që do të mirë pafshim. Në emër të klubit futbollistik Studençani, të gjithë sponsorët që kanë kontribuar gjatë sinori, ju falenderojmë përzemërsisht. Të nderuar të pranishëm, ceremonia zyrtare e laureatëve vazhdoi me darkën. Faleminderit.